janë. Biletin jam shumë kundër edhe asaj që ajo shfaqi për sa i përket të hyrave mujore duke nga rrjetet sociale që nuk do më bënë emër rrjeteve sociale. Kështu që është një gjë që i ka bërë njerëzit pak është të irrituar. Unë them se brenda këtij nominimi e shoh bien apo kushtrimin dy më të rrezikuar për dalë nga kjo shtëpi. Arsyeja është që kushtrimi është shumë djalë i mirë, është një djalë me vërtet shumë i mirë, me duke treguar zell, edukat, gjitha, por jo lojë. Dhe kjo të bën që kushtrimi mund të dalim. Por, kur flasim për bien, unë them që kjo me magji, futja këtyre damavereve me çiftit ka mirëtuar, se ne shqiptarët jam mësuar me pa telefonela, romanca dhe i pëlqejnë këto romanca dhe novela. Unë besoj se këto duhet të rrezikuarit. E qartë. Kika, nga ana tjetër, në javët e fundit disa nga banorët duke ndoshta të fikur, po i shuajnë në thonjza, ringjallën papritur dhe kthehen ndoshta edhe në protagonist. Ashtu si ndodhi dhe situata me bien sa i përket demagjisë në klipin që doli ditën e dieshme. Mendon se kjo është vërtet një lojë personale apo ndoshta është edhe një ndihmë indirekte për të balancuar ndoshta finale në fund? Duke ditur që edhe vendi nga vjen bija, domethënë nga shteti rumon, duke ditur që Rumania merret me këto gjëra, unë jam shumë i bindur që njerëzit në Kosovë nuk besoj që mund t'i preferojnë apo mund t'i pëlqejnë këto gjëra. Gjithsesi është çështje që mbetet kohës, por çështja e magjisë unë mendoj që ka irrituar duke u bazuar në besimin fetar që ka Kosova. E qartë. Mirë, Kika, kalojmë tek Big Brother VIP Albania. Si e ke parë gjithë lojën që po zhvillohet aty brenda? Big Brother VIP Albania, një ndër fenomenet që unë e pëlqej. Unë shoh jo që t'jam nuk do të bëhem lokalist, por shoh brikenën tonë shumë qendër vëmendjes, shumë gati për një sfidë. Unë e dëgjova mbrëm duke i thënë Ilieri që mund të tërhiqem për sa i përket spektaklit të sotëm. Nuk e besoj, mund mendoj që është një taktike e Brikenës. Nuk ka arsye se Brikena të largohen nga kjo garë për shkak se ka treguar një vajzë fuqishme dhe një vajzë shumë lojtare. Duke ditur që mu më vjen mirë që më në fund një mis del dhe tregon se po dhe femrat e bukura dinë të sjellin lojë, dinë të sjellin karaktere të cilat janë për garën, duke ditur që ne dim mirë që thonë për misa që nuk janë për mene për punë, por Brikena po tregon diçka shumë bukur. Mos harro se është një trazim i lojrave edhe me futjen e Inës, se i vajzës cila ka qenë e përputhur dhe është në lidhje me Kejsin dhe me Stelinën. Unë mendoj që do të jetë një dyjavshme ku do të merren vetëm me këto. Po, në Shqipëri shoh një fenomen ku mund të jetë edhe fitues i kësaj gare. Unë mendoj që Shqipëria kësaj radhe do t'ja lej romancës. Edhe unë mendoj që kjo romancë, djali i ri që ka është fut, Mateo, mund sjell romanca të ndryshme, provokime të ndryshme brenda kësaj gare. Dhe unë besoj tek kjo loja e Mateos me gocat, nuk besoj fare në lidhjen e Brikenës dhe Mateos, por besoj që ai ka një aventurë me gocat duke ditur falë filtrit që i sjell palestra, filtrimi trupor. Unë mendoj që ai do të jetë një ndër konkurrentët që do të ditë luaj, nëse ditë luaj. Ndërsa fenomeni më bombastik brenda së shtëpisë është Bajamja, ku ai bravo, po ditë të prek nervin, po ditë që të lozë, po ditë që të edhe të jetë drejt për drejt, sa mund njerëzit të thonë është skuth, jo. Për disa raste është edhe drejt për drejt. Unë nga ky fenomen në Shqipëri, njoh Erik Lloshin, ku e kam pasur në shumë emisionet e mia për produksionin që unë realizoj, njoh Brikenën nga afër, njoh Mirin e Vesaj Family, kam njohur Stinën, ku është dalja e Stinës më ka shokuar, për vetëm arsye sepse ta them drejtën, aty vip ishin Stina dhe Miri, dy persona që kanë një karrierë të fuqishme televizive, kanë një karrierë të respektuar televizive, por gjithsesi këto janë për tentativën e çelërit. Unë di të them se mua
diçka nuk më pëlqeu, nuk më pëlqej analizat e zënjes kryemadhe ku shpeshherë po mundohet të nxjerr nga loja dhe t'i fut në loja siç e mendon zënja kryemadhe si analiste. Për Arbin është shumë respekt, është fenomen dhe është njeriu që unë me shumë dëshirë dëgjoj analizën e tij, sepse e di se si ta analizoj si çështje. Unë mendoj që Shqipëria, Big Brother në Shqipëri do ta kishte menduar mirë zënjen kryemadhe për pozitën e analistës. E qartë, Kika, nga ana tjetër, në informacionet e tua, çfarë mendon se ka ndodhur vërtet mes Brikenës dhe Mateos? Unë do të them diçka, Mateo është një gjuajç. Kur shpesh shkon në harkun e tij, ajo shpesh vasin. Tashi nga 2 deklaratat, unë jam i mësuar që të besoj realitetin. Unë them që mund të ketë ndonjë shkruajtje, ndonjë pëlqim, po asnjëherë ndonjë lidhje, sepse unë nuk besoj që Brikena me gjithë atë bagazh që ka do të mohon lidhje në televizion, duke ditur se Shqipëri Kosovë është një vend i vogël dhe mund dalin fakte të ndryshme, siç i dole në atij djalit me atë gocën, Kesit. Dua të them se unë besoj se mund të ketë ndonjë fërkim, po lidhje jo se jo, dhe pëlqimi është momental, mund të jetë javor, mund të jetë mujor, po jo pëlqim që mund të vazhdoj. Marrëdhënies mes mund të rindodhë që do të ketë rilidhje në Big Brother, ajo mbetet për të parë. Ndërkaq, Kika, marrëdhënien mes Mirit dhe Selinës, si e ke parë? Dëgjoj, Miri, unë mendoj që është i kapluar nga emocionet dhe duke sjellur këto emocione, ai nuk i di asgjë se çfarë po vepron. Unë më shumë Selinës si konvenon ky afrim i Mirit afër saj, ku Miri ka bërë që të qenë në vëmendjes, Miri ka bërë që të ketë gjithë atë bagazh ajo sot e ka domethënë një plus në Big Brother të pamerituar, fal Mirit, ku Miri ka qenë në vëmendjes, dhe ajo duhet t'i falenderohet Mirit. Unë nuk besoj në atë termin shqiptar që Miri mund të jetë nga ato persona që mund ngacmojnë një vajzë që është moshë vajzës vetë, thashë më the, nuk e besoj. Unë shoh një Mirë të kapluar nga emocioni, po jo ndonjë pervers brenda këtij spektakli. Dhe unë duke besuar në Mirin, jo, nuk besoj që mund të kenë një lidhje të mes tyre, asnjëherë. Ndërkaq, Kika, ti ke qenë vetë banor i shtëpisë së Big Brother. Publiku ndonjëherë shpesh ndjen, por edhe beson se disa nga banorët aty brenda mbrohen qoftë në Kosovë apo qoftë edhe në Shqipëri, por kjo nuk shfaqet kur hapur, sepse ne e kemi parë tashmë dhe na tregot lutem, a ekziston vërtet një mbrojtje që nuk shihet brenda asaj shtëpie? Normal që ekziston, për këtë arsye është edhe dhoma e kuqe, ku ka banor ku marrin indikacione se si të luhet, indikacione se ku pëlqen dhe nuk pëlqen. Ka banor të preferuar, duke ditur që brenda Big Brotherit, si në Shqipëri ashtu në Kosovë, janë disa imazhe të televizioneve dhe këto imazhe të televizioneve normal që ruhen mes indikacioneve që i jap dhoma e kuqe. Sepse në dhomën e kuqe banorët tjerë nuk e dinë se çfarë po flitet, nuk e dinë se çfarë po ndodh dhe sigurisht që aty ndodh informacioni qoftë i plot, qoftë i pa plot brenda banorëve. E qartë. Mirë, Kika, pyetja e fundit për ta mbyllur. Kur një konflikt zgjatet për ditë apo edhe javë të tëra brenda asaj shtëpie, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, lind pyetja, a vërtet banorët po mbajnë gjallë